Përshëndetje të gjithëve. Ne sot i nderuar kryeministër organizojmë këtë takim të tryezë për bashkët me hoteleritë kryesore në Shkodër. Gjatë kësaj kohe ne në këto 2 vjet kemi pasur një vëmendje të veçantë jo vetëm te investimet, jo vetëm te turizmi, në përgjithësi për krijimin e një atmosfere të përshtatshme për bizneset. Kemi punuar, siç e dini ju, në disa fronte si bashki, jo vetëm në investimet e vogla dhe mirëmbajtjet nëpër qytete, por njëkohësisht dhe në investime të mëdha, që tashmë kanë filluar dhe kanë filluar të japin impaktin e tyre. Kemi aktivizuar dhe kemi punuar shumë në krijimin e një atmosfere në qytet nëpërmjet aktiviteteve të shumta, festave, për të ofruar sa më shumë turistë të huaj, turistë vendas. Por këtë kemi bërë edhe në bashkëpunim shumë, do thoja, me vetë bizneset, me hotelerin, të cilët kanë qenë pjesë e pandar e turizave tona të bashkisë për të bashkëpunuar me njëri tjetrin, për të konsoliduar këtë efekt që në fundit është një efekt ekonomik i rëndësishëm për qytetin. Unë kam ndjerë këtë atmosferë të përbashkët pune, ashtu sikurse edhe të gjithë përfaqësuesit e hoteleve kanë ndjerë efektin e rëndësishëm të investimeve apo të hapjes Shkodrës apo të ofertave më të mira jo vetëm turistike, por edhe të aktiviteteve turistike. Kështu që në këtë takim që deshën diskutonim edhe vetëm mbi mendimet, diskutimet, si mund të përmirësojmë punën, si mundemi ne dhe si mund të analizojmë këto shifra që do thoja kanë qenë rekord të vitit fundit për sa i përket impaktit të turizmit. Gjatë vitit që lam pas, kemi pasur mbi 500 turistë që kanë kaluar një natë në destinacionet e Shkodrës, me mesatare 3.5 net qëndrimi dhe në total 700.000 vizitorë ditor. Dhe më e veçanta është që trendi më i mirë në turizëm është udhëhequr nga Thethi, për cilën e sot patëm një takim lidhur edhe me ofertën që qeveria ka bërë sfundi dhe për paketën e maleve, i cili ka pas një rritje të 24-s në krahasim me 23-shin 115%, i ndjekur pastaj nga qyteti i Shkodrës me 35%, me Vilipoja 25%, e shumë të dhëna të tjera që të cilat nuk po i lexoj, por që janë në fakt një tregues i rëndësishëm i impaktit të madh që ka pasur këto 2 vite, jo vetëm investimet, po ndryshimi i krejt atmosferës së punës në bashki, i kontributit të investimeve të qeverisë, po ashtu edhe të aktiviteteve dhe frymës bashkëpunimit që ka pas edhe bashkia me bizneset. Këto kemi mund të prezantohen secili nga bizneset, janë bizneset mirënjohura këtu në qytet të hotelerisë. Shirazi Kastrati, nga Natural Razma Resort. Unë jam ajo shtriga Thethit, Aida Gjeçaj, Vila Gjeçaj, por mbase këtu përfaqësoj pak edhe shoqatën e Unionit Turistik si përfaqësuese për Veriun dhe për Alpet, përveç edhe një shoqatë lokale që kemi ne si operator të Thethit. Gëzim Olaj, Kulla dhe Buni Baraktarit. Faleminderit zoti kryetari i bashkisë që na ke ftuar dhe nes na ke lënë jashtë, se na faktikisht janë 3 bizneset malësisë madhe, por e shoh se i kena lidhjen bashkë, do të thonë Thethi dhe Boga shkojnë bashkë me Razmën, pra e ke konsideruar si të përbashkët. Çesk Berishta, guest house e Tersa Theth. Përparim Raboshta, Gardeland Resort, Bashkia Vavdens. Pa dyshim 2 fjalë do me fol vetëm për punë që po bën në Shkodër, pa dyshim që ndikimi është shumë i madh edhe tek ne që në bashkinë Vavdens, sepse çdo festë, çdo organizim që bën në Shkodër, shumë miq që vinë nga Tirana, nga jugu i Shqipërisë, flejnë te Gardelandi dhe vinë e festojnë në Shkodër. Kështu që i përgëzime për punën e bashkisë. Ermira Shaqiri, përfaqësuese e Grand Hotel Europës. Raimonda Sulaj, Hotel Tradita. Gjën Nugilaj, përfaqësues i AC
një prej shoqatave më të mëdha turistike në Shqipëri për veriun. Mirsat Basha, drejtuesi i lëvizjes Ekomendje, bashkëveprues në eventet që janë të organizuar në Shkodër. Përshëndetje, Lazar Letja, përfaqësues i Lodi Hotel. Përshëndetje, Niko Maraça, i Lake Shkodra Resort. Përshëndetje, Gentian Lulaj, Petit Hotel Elita për restorant Elita. Florenc Marku, Flar Hotel, restorant. Falenderojmë kryetarin e bashkisë që po na mbështet me projektet e reja që kena marrë për ndërtime dhe zhvillimin e turizmit. Marcel Dragusha nga Hotel Koloseu. Walter Fushaj, bashkëpronar Hotel Koloseu dhe Hotel Golden Palace. Kabir Fishta, Hotel Fishta në Velipoj. Fatmir Berishta, përfaqësues i Hotel Alpeve dhe Thethi Zipline. Gens Shardako, Hotel Chicago në Shkodër. Jo, ishta thjesht më marrën faktin si bashki, ndoshta është pak do me thonë se por gjaja e parë që ne bëm vjet ishte heqja e sezonit turistik, hapja e sezonit, pra. Ishte një gest, do të thosha simbolik, por që kupton turizëm 365 ditë. Për ne është shumë e rëndësishme këto 2 vjet duke u nisë edhe nga fryma e re, po investimi, po edhe nga mënyra format e organizimit edhe vizioni, që të kalojmë një turizëm jo thjesht që të kemi një numër të madh turistësh, po 2 janë impakte kryesor që na intereson si bashki. Dhe që kemi punuar. Para është të rrisim ne të qëndrimit në Bashkinë Shkodër, dhe e dyta të rrisim edhe mesatarin e shpenzimit për turist, pra. Dhe kjo na influencon shumë që të kenë mundësi që turistit të kaloj më shumë net këtu dhe të ketë mundësi shpenzimit si në restorant, në hotela apo në shërbime tjera. Është interesante fakti që me mënyrën se si po organizojmë edhe produktin turistik, pra identifikimin e 50 produkte të reja në Bashkinë Shkodër, dhe këto po lidhen më së miri me suportin e qeverisë në aspektin strategjik, pra të gjitha investimet strategjike, në cilën ne po shkojmë në një turizëm i slow apo të avashtë, një turizëm që lidhet me fokus ekologjinë, dhe mund të jemi destinacioni i parë ndoshta do thosha në Shqipëri që ne kemi nisë sot dhe do të certifikohemi si destinacion turistik nga një ent holandez shumë i njohur dhe do jemi eco destination besoj për 2 vite pra. Kjo është një nga prioritetet kryesore, duke nisur me strategjitë të tjera që lidhen me digitalizimin apo me impaktin dhe fokusin tek produkti kryesor që ne kemi bicikletat, për të dhënë një koncept të ri si bashki dhe që lidhen me gjitha investime strategjike që sot Shkoda po kthehet një këngë tjetër. Pra, besoj se kjo do të jetë më interesant shumë diskutuar sot se si po haset edhe si do preket nga ana e ju si biznesi. Agustin Oldedaj, Rozafa Group. Mirë se erdhe në Shkodër për të takuar biznesin Shkodran. Falenderojmë shumë për gjithë çka ju po bëni edhe jeni duke bë për Shkodrën. Besoj se tash ky mandat do jetë një mandat përmbyllës, një mandat siç keni thënë vetë edhe me një pasaport edhe me një pasaport europiane. Besoj që për sa shikojmë, sa kemi ndjeni, për çdo gjë në Shkodër po shkon mirë. Biznesi është mirë, hotelet janë mirë, jemi në rrugën e mbar. Kështu që të falenderojmë shumë për kohën që po na kushton. Them çfarë do. Atëherë, duke vazhduar fjalën e kolegut, do të them që vërtet turizmi po shkon mirë, edhe kjo edhe fal mbështetjes tënde,
jo për të bërë lustra, por ne kemi me fakte konkrete, pasi një nga problemet themelore për ne që jemi bizneset të vogla në rritje, pra nga struktura komoduese drejt një hotelerie me një farë standardi dhe me një farë cilësie shërbimi, problemi kryesor kanë qenë aktet e pronësisë nëpërmjet cilave ne mund të merrnim një kredi më të mirë, mund të kishim aksese dhe mund të merrnim leje, mund të bënim të gjitha gjëra tjera që na ndihmojnë në rritjen e biznesit, dhe se kena pas mundësinë dhe mbas iniciativës tuaj të vitit kaluar, pra theti sot ka mundësinë që të ketë 180 shtëpia me akte pronësie, të cilat kapitalizohen në ndihmesën tonë për të investuar, për përmirësuar kushtet për një turizëm më cilësor. Pra për të rritur aktivitetin tonë, për me kriju më shumë, jo vetëm cilësi shërbimi, por edhe me punësu më shumë njerëz. Kjo është një nga gjërat kryesore. Normalisht drejt turizmit 360 ditë, që kur ka ardhur Beneti në krye të bashkisë, rruga e Thetit nuk është bllokuar më. Kështu që është një turizëm i vazhdueshëm gjatë gjithë dimrit. Mund të ketë ato luhatjet statistikore që nuk kemi ato flukse lëvizjesh siç janë në verë edhe në dimër, por që fundjavat, festat e shumta që bën edhe në Shkodër, por që ka lidhje sepse mund të vinë një natë në Thet dhe pastaj zbresin sepse është karnavale apo është festa tjetër, gjithë programet me teatro dhe me çfarë Shkodra ofron, edhe Theti e ka pasur dhe tashmë Theti në ndryshim nga vitet e kaluara ka pas mbi 15 bujtina me standarde, me ngrohje që kanë ofruar dhe plotësuar kërkesat e nevojat për turizmin dimror. Pra, le të themi pak kur e bisedojmë edhe me kolegët që i kemi hyrë mbase pak në hak Korçës, sepse ja kemi marrë një farë fete të turizmit dimror. Dhe më thënë Korçës duke u spostuar turistat shqiptar, pra dhe më thënë edhe drejt veriut, jo vetëm drejt Korçës gjatë periudhës dimrore. Nuk e din mund zjatë më shumë, se mund vazhdojmë pa fund, po t'javlëm edhe të tjerëve. Falënderit zoti kryeministër, mirë se erdhe në Shkodër, si jetu ardhe çdo javë, dhe është nësime të pa vetëm zdijet ku të shojmë Çirokën, Boge të Hysajt. Falënderit edhe zoti Benet se automatikisht edhe në malësit madhe, edhe në Puk, ke futat frymen, është futi frym jashtëzakonisht e bukur. Kishëm shumë kënaqësi kur të pava një takim me këta donorët e huaj. Kënaqësia më e madhe është kur ban projektet përbashkëta, kur na lidh Malësin me Shkodrën, me Pukën, me Fusharsin, ti jepi qendra dhe ty të takon me na majti domethënë projektet e përbashkëta. Unë kam një dy gjana, sepse unë kryeministin ftoj edhe në Kuçovë para javët, i kena ezauruar gjitha paketën e maleve, pavarësisht se sot kishin harruar dhe me ftu aty, po edhe investimet në gjana tjera jashtëzakonisht bukur, perfekt, jena nëshë. Janë një dy gjana që e nigjova me menje kryeministin fjalën e tina sot për sportet dimrore, sidomos për sportin e skive. Tashi e di që është të punu në Korçë, e di që ju drejtu dhe kryetarit bashkisë Kukësit që Shishtaveci është destinacion i jashtëzakonshëm, po duhet i tregoj kryeministrit, para 2 vjetëve i kam dhënë një projekt në dorë, edhe në qafthore në gropën e Portës është një projekt që jo i studio italiane e Mirfield që e ka bën nga Trentino, po ka ardhur edhe nga Kanada e studio tjetër, nga investitor amerikan, që e kanë pa shumë të arsyeshme edhe aty mund bëhet i sport. Po ky do të jenë një projekt shumë i bukur i përbashkët që e kam pa që edhe me austriakun shkute pat terrene, po unë faktikisht kam një projekt të Mirfield që i ky mund të shërbejnë Alpeve edhe të Malësisë madhe edhe të Thethit. Pra mundën me pas akses edhe Thethi edhe Malësia e madhe. Ka ngel, na kena projektin dorë, ka ngel në fazën e investitorëve, me thithë në investitor, edhe në fazën e konkludimit të një masterplanit që ti jetu ma për Bogën, që është gati në përfundim, edhe futë edhe pista e skive. Nga 7500 vetën ditë për përdorim, e kena reduktua në kuadrën e kushteve klimaterike të ndryshimit e kështu, e kena ullë më poshtë, por i kena dhënë prioritet sepse nuk është vetëm i piskish. Këtu mund punohet edhe në verë. Sot Dolomitat janë të pas ma shumë të ardhur në sportet verore duke përdor liftet se janë të përdor skit në dimër.
Edhe i gjatë që gjithë bizneset që janë ito, që janë edhe shumica prej thethit, edhe Beneti besoj që është një koshient çfarë masakret në është bën një pjesë rrugët nga Burgu i Reçit deri në Bug, është bën një kështu, vjen një trafik i papam me 4-5.000 makina në ditë, edhe vjen të ai aty, domethënë makinat shkatërrohen, coptohen, rruga ngushtohet për një investim shumë të vogël, vetëm i zgjerim 1 metër rrugës për me e bë me shku me art paktën deri në Bug, pa lëviz rrugën Bug theth sepse është tamam në Alpa atje, po kjo don vetëm një që mund bëhet nga drejtoria rrugëve vetëm me 1 metër kështu, domethënë zgjerim është në kushte katastrofike, këta që janë thethë dinë se si është sepse udhtojnë në makinat e tyre, por na shohim me turistat tuan ku gjithmonë. Është një 24 kilometra vetëm me zgjeru 1 metër rrugën ekzistuese. Qahën goma, të mundën mua ashtu është nën 4 metra, tash i ka shku atu ashtu, është e zaruaj rrugë, është jashtë parametra që në ashtu. Për gjëna tjera s'kam qa flasë sepse dum apo s'dum ne, na ka marrë i frymë mirë, një valë mirë, jena në kushtet shumë, domethënë shoh rezervimet e mia, nuk kam marrë rezervime individuale, tash janë rezervime me grupe, domethënë tash shohim apo pushon lufta në Izrael, se izraelitët janë me avionet, dojnë me ardhe, tjerë, dhe jena në kushtet jashtëzakonisht mirë. Domethënë, duke e falenderu për të tana, po Benetit ja la ma amanet mos në lana ne mas doret në projektet e përbashkëta, sepse janë edhe ma të bukura kur janë të përbashkëta. Edhe donatorët napin lek edhe ma shumë kur futen 3-4 qytete bashkë. Faleminderit. Faleminderit, Kryeministër. Qes Beri ta quhem, kam një hotel në Theth. Punoj gjatë gjithë vitin, edhe tani e kam të hapun. Të falenderoj herë për lidhje me këtë situatën e punëtorëve, se tani po na vinë punëtorë sa domë, syrë se ke folti në Theth. Se kena pas mangesë stafit. Po, hoteleria punon mirë në Theth, edhe restorantet, kam një restorant e një hotel. Kam punuar që në 2010 e kam një si aktivitet. Tani, afërsisht kam 23 veta në punë aty. Jo thamë edhe vëllezërve, njerëzve si kam jashtë shtetit, vinë këto të punojnë, se gjatë gjithë kohën na i nimojmë prej kënena. Dikur na kanë nimuar ata, po tani po i nimojmë na. Punojmë mirë. Falenderoj edhe lidhe me tapit e shtëpiave, se na ke një rrugëzjedhje shumë të madhe. Për rrugën, pjesën e rrugës, si thot Gëzimi, e këna shumë të nevojshme. Çdo ditë edhe në këtë kohë, si m'vinë turistat do të zgjerohet edhe do të restaurohet, pak se anësorit e rrugës po çajnë gjithë gomat. Faleminderit. Është e drejtë ajo që thatë, rruga tashmë që shtu trafiku shumë, edhe turizmi dhe interesi nuk është më e mjaft për atë kapaciteti që kanë qenë llogarit më përpara, kështu që pa diskutim ajo duhet zgjeruar, është e drejtë. Është e shtruar, se e di që është shtruar para 2 vjetësh nga fondi, por duhet zgjeruar poshtë. Është pjesa e hyrëse sepse pastaj kur hyn nga rruga kryesore deri në Bog është pastaj rruga vazhdon zgjerohet sepse rruga për Thethë edhe për është e mjaftueshme pastaj pjesa e rrugës për Thethë edhe. Qofsa është e muajton të na animoni pak të kjo shpejtësia e kohës me këtë projektin e energjisë. Po, me sa di unë është projekti i energjisë që po financohet, me kryeministrin kemi diskutuar, unë e di se është proces tenderimi, edhe ai do të jetë me ditë për t'u aprovuar. Janë rregulluar pajagi mirë, qysh se keni ndërhyrë ju, por kemi nevojë si të na japin një shpresë më pas. Janë proces, janë vetëm ditët e procedurave për pjesën. Fazën e dytë. Mirë, ka filluar pari, faza e parë ka filluar. Bëhet projekti, gjithsesi prapë do të bimë qafë ty mos pari. Po, punimi. Jo, për fillimin e sezonit. Po vim nga Maltia madhe, mos ndonë po zbresim Shkodër. Ideja është përveç energjisë elektrike ka probleme edhe me ujë edhe me drita. Pra, rrugës diskutohet, kanalizime më falë.
ujë, kanalizime, drita. Pra problemet janë për çajta kanë këtyre në razëm. Po flas. Njëjtin problem ka për ta pasë edhe thethi. Sepse janë për të mënu, po diskutim, të zhvillu turizmi. E dyta që unë mendoj është Beneti ka kënë të fundi shqiptari zhvillimit në të koda diskutu lidhja bok, pra theth, bok, razëm dhe pjesa në rapstare vermosh. Ka mete pa lidhën vetëm për 2106 meter. Jo kam dërgu me email që është në 2020, është mundësi e jashtëzakonshme me lidhë të gjitha pikat e Alpeve njëna me tjetrën. Mendoj që është investim krejt minimalist dhe që ndihmon të gjitha këto pika më lidh njëna me tjetrën, shkurton jashtëzakonisht shumë rrugë. E mbyll me natë malëcisë. Faleminderit. Jo, shumë e drejtë, vetëm thjesht dësha me sjellë një gjë në konsiderat. Çka kemi bërë deri tash? Tre qendra administrative, Pulti, Shoshi dhe Shala, ka qenë pothuajse inekzistente dhe jashtë hartës Shqipërisë deri para një viti. Edhe jashtë hartës turistike. Dhe pothuajse nuk kanë ekzistuar. Tani që ka filluar rruga e Dukagjinit, ku lidhen të tre komunat për herë të parë me rrugë që futemi. Po kështu kemi filluar dhe rrugën që del për në Lekbibaj nga Thethi, që është në proces të fillimit. Po dalte rrjeti, pastaj te drejta që thatë ju për rrjetin. Ideja e krijimit të një rrjeti infrastrukturor të zonave tash me konceptin e zhvillimit të turizmit është absolutisht ajo që bëjmë tani. Pasuritë që ka sot Shala, anës Lumit, që është vazhdim i Thethit dhe ku pasuritë janë poshtu si Thethi, mundësia mbas rrugës për të filluar aktivitetin jashtëzakonisht të kërkuar turistik në ato zona, që replikojnë Thethin në vazhdimsi më tej, është një mundësi jashtëzakonshme që hapet tash mbas rrugës. E shoqëruar kjo me paketën e maleve që prezantoi kryeministri sot dhe për cilën e falenderoj që gjeti Shkodrën për ta prezantuar paketën e maleve sot, e kuptoni çfarë energjie krijohet në një zonë e cila ishte inekzistente, një zonë që ishte jashtë hartës turistike, më themi jashtë hartës Shqipërisë. Pa rrugë, pa drita, pa zgjidhje. Në këtë moment oferta që vjen vetëm nga këto tre komuna që janë vijim i Thethit dhe kërkesat e gjithë emigrantëve që kanë sot me telefonata sot si bashki, të cilat sot me ziç presin të vinë për të rindërtuar dhe për të krijuar aktivitetin ekonomik në shembullin e mrekullueshëm të Thethit, po dhe vetë thetian që duhet zjerohen, bashkë me rrjetin e rrugëve që shkon deri në Lekbibaj nëpërmjet gjithë fshatra malore, ne sot në Alpe nëpërmjet kësaj po krijojmë mundësinë që dhe me investimin e paketës, që ne të fillojmë të krijojmë një ofertë turistike që sipas të dhënave tona sot është kërkesa më e madhe për turizmin malor. E tha kryeministri sot se sa ka qenë shifrat e atyre vizitorëve në malet tona si vjet dhe në Shkodër veçanërisht, por që akoma ne nuk i kemi afru produktin që mund të afrojmë nëpërmjet paketave ekonomike, financiare dhe të maleve që mund të ne. Për të kthyer ajo që thoni ju, ne jemi pro idesë dhe sigurisht do të shikojmë mundësinë e asaj lidhje, por gjithë krijimi i rrjetit të lidhjes së Alpeve, të fshatrave, të zonave që kur nuk kanë vizituar dot, është një nga prioritetet që ne po ecim. Kështu që bie dakord, po të thosh pjesë e strategjisë së kryeministrit për këto zona. Shiko se është e kuptoj shumë mirë këtë nevojën për më shumë edhe nuk diskutohet se për këtë punë jemi këtu, po shikoni se e paska përgatit Beneti atje investimet që janë bë në këtë qark, edhe shikoni vetëm energjin, investimet në energji dhe investimet në ujë, për furnizim me ujë sa janë. Janë mbi 190 milion euro. Gati 200 milion euro vetëm në energji elektrike dhe në ujë, që ka qenë katastrofë. Pa tjetër që duhet më shumë. Nuk diskutohet që rruga sa ishte 2106 metra, se e thot se është zgjut, e thot me metra, nuk thot 2 kilometra, thot 2100 metra, duhet më pak se 2 kilometra. Por ama mos harrojmë që kemi në kantier rrugën e Dukagjinit. Apo jo, që ishte një kërkesë ha më di se ke bo namin për rrugën e Dukagjinit, apo se ma men.
Prit pra, rruga e Dugagjinit, a është në proces, as është? Lejmër këto të shi është nata madhe dhe shi natë e madhe pra, 27 km rrugë, është fut në punë. Rruga e Komanit, tjetër histori shumë vjeçare, është rruga Shëngjin Velipoj, se duhet mos me harru, Shëngjin Velipoj që në prill besoj mbaron edhe do jetë e hapur këtë sezon turistik. Është rruga Shirok Zogaj që lidh Shkodrën me Malin e Zi nga një hyrje tjetër. Hapet komplet një territor tjetër. Kështu që faktikisht janë dakord, po e kanë fjalën, janë kantiere që të gjitha kanë pas nevojë të hapen, po nuk janë bërë në shumë vite, dhe tashti janë gjitha drejt përfundimit ose në punë. Dhe nuk është vetëm kjo zonë, po faktikisht ne me këto akse, përfundimi i këtyre akseve kryesore e përmbyll qarkun e Shkodrës në tërësi. Po qa kemë që më bënë ashtu dhe shqe? Po për qarë më bënë atë? Po përmbyll me akset kryesore, më zotni të një kena dhe tjera. Po jo më është edhe rruga për Berlin. Unë po flasë për këtu mrena e. Pastaj është edhe rruga për Berlin, e kemi dhe nuk diskutohet. Do shkojmë dhe në Berlin. Problemi është që e para akset kryesore, plus është Hekurudha që kalon prej këtu e shkon në Gjakov edhe lidhet me Prishtinën, që është projekti në proces dhe tani po jemi në procesin për mbulim me financim. Se janë projekte e Hekurudha janë tani në maturime sipër. Është Tiranë Durrësi që Tiranë Rinas Durrës që mbaron së shpejti, janë bërë 8% e punimeve. Është Vor Hanihotit që është me financime me të gjitha dhe është në proces të garës. Është tjetra e koridorit 8 që shkon nga Durrësi në Rogozhin edhe poshtë deri në Pogradec dhe lidhet me Maqedoninë e Veriut. Kështu që janë shumë vepra që pak nga pak vinë dhe mblidhen gjitha bashkë dhe krijojnë atë skeletin e plot kryesor. Pastaj ka prap segmente tjera që duhen lidh, duhen pasuru, duhen patjetër, por ama veprat kryesore, lidhjet kryesore, sepse gjithë problemi, gjithë pyetja është për çfarë, domthon kush bëhet në fillim, kush bëhet pastaj dhe kush bëhet pastaj dhe pastaj, dhe kjo natyrisht lidhet me çfarë fitojmë mbrapsh ekonomikisht. Që të kemi mundësi që çfarë investojmë të kthehet në ekonomi disa fish, se ndryshe s'ka kuptim. Dhe po të shovësh çfarë po ndodh me Shkodrën nga një pamje e shifrave, është absolute që nevoja për më shumë njësi akomodimi do të rritet në mënyrë shumë të konsiderueshme. Sepse nga një pamja e fluksit të vizitorëve ka një rritje shumë të madhe 2 vitet e fundit, nga një pamja e njësive të akomodimit ka nevojë shumë të madhe. Faktikisht sot në qytet janë dhe 200 njësi, që janë njësi mesatare ose të vogla, por duhet më shumë. Edhe duhet më shumë edhe në zonën brenda, sepse si që diskutonim sot më para, gjithë këto njësit që janë më brenda, që janë në formën e
agroturizmit ose të hoteleve malore ka një vlerë jashtëzakonisht madhe. Edhe thethi e tregon shumë qartë. Thethi është shkollë. Domethënë do të shohësh si është e ardhmja e mundshme në shumë territoret të Shqipërisë, se thethi është i mahnitshëm, por nuk është i vetmi. Nga i pamja e bukurive natyrore, bukuritë natyrore në forma të ndryshme i ke gjithandej. Por ama aty është shkollë. Të po thosha edhe sot, në theth ti bën një takim me banorët dhe aty 85% i ke tri. Aty është gjithë rini. Dhe të gjithë ata që janë aty janë me biznes. Janë njerëz që kanë hapi derë edhe bëjnë lek me mikpritje. Plus pagat në theth janë më të mira se e kemi thonë, më të mira ti thunë Gjermani, po unë s'po e them se pastaj fillojnë në bëjnë meme këta, se këta nuk e njohin fare se çfarë bëhet nëpër Shqipëri, edhe e shohin Shqipërinë nga këneta aty ose nga kolltushjet e atyre studiove naton që rrinë flasin broçkulla, a thu se këtu jemi aty ku ishim kur ata e kanë pas Shqipërinë dikur. Se njohin fare, po realisht pagat janë super. Është vërtet, apo jo? Edhe ai që shkon punon atje, ose edhe në realitetet tjera gjëra, s'është vetëm se edhe ke gëzimi pagat, edhe ke përbërimi pagat edhe kudo. E dini vetë më mirë që pa pagat larta sot ti nuk ke shans të mbash hotelin hap. S'diskutohet kjo, po që thethi është shkollë. Do flasësh pak ti se po më shef me i natë? Jeve që mikrofoni, se që kam shef gjithë kohës me i natë për njeri. Jeve që mikrofoni. Po. Përshëndetje zotë kryeministër. Isha të po me vëmenje, jo me i natë. Unë kam një hotel jo shumë të malë, të vogël të në qener qytetit. Kena disa projekte për mos zgjeru në hymjen e qytetit. Krijojmë struktura akomoduese rreth 50-60 doma, sepse kena pa që turizmi i qytetit bashkë me bashkinë që bën shumë evenimente, bën shumë organizime për qytetin, edhe i kanë dhënë një frym më të mirë se ka kanë më përpara. Edhe po shohim për zgjerim. Deri tash jena shumë të kënaqur me bashkinë edhe me punë që po bëhen. Atëherë unë desha të përfitoj nga rasti të shtroj dy problematika nga një sugjerim përkatës për secilën. Unë ndryshe nga kolegët e mi ndodhem në zonën e plazhit. Dhe për shkak se jemi edhe aktivitet sezonal, ne e nisim punën në maj dhe e mbyllim shtator dhe kemi probleme me pjesën e stafit, sepse duhet gjejmë staf të ri në fillim të sezonit edhe ti përcjellim në fund të shtatorit. Nga ajo çfarë kam konstatuar unë është se pjesa më e madhe e stafit që ne kemi, po edhe disa nga kolegët e mi këtu që e kam parë, janë të rinj edhe të reja, të cilët vazhdojnë studimet e tyre të larta dhe gjatë sezonit veror angazhohen me një punë. Po problemi është këtu që ne kemi mungesa në start të sezonit, edhe deri nga data 7 ose 8 korrik, këto mungesa plotësohen, ndoshta kemi edhe më shumë se ç'na duan. Edhe kjo datë korrespondon fiks me ditën kur ata japin edhe provimet e fundit nëpër universitete. Sugjerimi im do ishte ky. Ndoshta spostimi i kalendarit akademik, pra nëse shkollat fillojnë në 20 tetor ose në fund tetorit, të nisin pak më herët në mënyrë që përfundojnë edhe më herët, ose ngjeshja e kalendarit akademik. Pra nuk po sugjeroj ta kthejmë vendin monokulturë dhe fokusohemi gjithë në turizëm, por nëse duam të bëhemi kampion të Mesdheut ose kampion të Ballkanit ashtu si ju e keni thënë shpeshherë, atëherë duhen marrë masa respektive për këtë gjë. Kurse një problematik tjetër është edhe stacionet e plazhit. Tani unë nuk po zgjatem se ju më mirë se kushdo tjetër e dini se çfarë problematike ka këtu, por para disa ditësh më kapi syri një artikull dhe pash që komshit tanë, pra ata që ndodhen të dera për Bri, për tej Bunës, pjesën e menaxhimit, pastrimit, organizimit të stacioneve të plazhit e kishin dhënë
në menaxhim një kompanie nga Emiratet Arabe. Pra një investitor që për ne, për popullin e Velipojës, për popullin e Shkodrës, do të ishte nder ta kishim. Pra edhe këtë do e sugjeroja që të shikoj një herë si zgjidhje për këtë problematikë të madhe, për ju që është dhimbje koke, për çdo kryetar bashkie që ka në menaxhim një plazh masiv ose një plazh të dëmtur si Ksamili, Durrësi, Shëngjini dhe Velipoja. Këto dyja kisha. Për të parën, unë mendoj që nëse janë pagat bindse, mendoj që është më e lehtë që të kesh një krah pune më të qëndrueshëm. Patjetër që nuk është e lehtë nga i pamja e barrës financiare, sepse i bie që të mbash punonjës për një periudhë që është përtej ngarkesës, dhe faktikisht ju e keni të lidhur shumë me sezonin në përgjithësi, por për këtë duhet mendu zgjatja e sezonit, duhet mendu ndryshimi i qasjes, se ka struktura sot që kanë arrit ta bëjnë në zgjatjen e sezonit. Ajo që po diskutonim edhe sot paradite është që duhet fut sa më shumë komponenti i shëndetit, komponenti i fizioterapisë, komponenti i detoksit e tjerë që janë shumë tërheqëse, sidomos për periudhën që është periudha vjesht-dimër. Dhe tjetra është që ne po shohim edhe jemi duke bërë disa marrëveshje, kemi filluar me Gjermaninë për të sjell gjatë periudhës vjesht-dimër për të sjellë për strukturat hoteliere të plazheve, pensionistë që ata i sjellin dhe që praktikisht janë një ndihmë shumë e madhe për sa i përket mbajtjes së hoteleve hapur edhe mbulimit të më shumë sa Kosovës, gjë që e ka bërë me shumë sukses dhe bërë me shumë sukses Portugalia, apo Spanja, apo Turqia, kështu që edhe tani ka filluar të ketë interesim, sepse deri para ca kohësh ju e dini shumë mirë që Shqipëria nuk ishte bindse. Tani që Shqipëria ka filluar të bëhet bindse, edhe kjo rrugë duket sikur është hapur, edhe po është një gjë që edhe privatisht unë ju sugjeroj që ta kërkoni dhe ta shihni, sepse ka shumë organizata, ka shumë bashki që kanë një nevojë të tillë në Europën qendrore edhe veriore, duke filluar nga Gjermania dhe po dhe në vendet më lartë. Po. Mirë se erdhe në Shkodër. Më fal pak se jam të rregu pak disa dhamë. Të që i përsaj për këtë saj funi, si thu, është shumë e vërtet. Janë ka shumë interes nga Gjermania qoftë edhe për të ble mosha e thyme, për të ble edhe apartmente, po për të ne edhe shumë ma gjatë në për plazhet e pak të një aty ku njohim në Velipojen. Unë kam dy gjana lidhe me hotelet përsa për këtë qytetit. Në radhë parë, që është menu për shumë B&B dhe shtëpia si hapen në masive dhe zgjedhës ku janas tek janas është një problem i gjanë kë, si për mendimin tem dëmton strukturat hotelerike në qytetin e Shkodrës, gjatë cilën nuk shprehet kush, po është shumë e vërtet kjo. Janë hap as shumë sa çdo të cep mund shojë shtëpia dhe kush ka ai mjafton me nezi kondicioner dhe thot 50 euro 0 euro, ndërsa na si struktura po ta nezim strukturën mes, ne si punoj shpenzimet e veta i ka. Për mua është një problem që është edhe sot problem edhe ka me zjarë problem edhe në talmen. Këtë probleme ka pas edhe është marrë masa
Edhe në Itali, e ka në balizë veçantë, në Itali e di shumë mirë në Romë, tash funit është bërë në Barcelonë, po për këtë problem. E dyta është certifikimet. Certifikimet është shumë e nevojshme e ditë kush e 3 yje, kush e 4, kush e 5. Se unë shpenzoj ndoshta shumë lek për të ka 5 yje, dikush mund të mos i kenë 5 yje, mund të kenë 2 yje, mund të kenë 3. Dhe konkurenca do të jetë në bazë të yjeve. Dhe kisha me thonë që të ketë i lehtësim për certifikimet. Jo, është një procedura është e gjatë, është burokratike, si po të hysh, disa orë ka marrë për i hy, po janë është shumë gjana, sa është e pa, duhen shumë kohë, shumë, nuk e di, shumë e gjatë. Treta që kisha në lidhje me Velipojen, sa keni menu për aksin, si tani ju thatë në prill marrën dhe në rjoll, dhe unë është, me të thënë drejtën, është një perl investimit, jo vetëm se lidhë dy venet, por sigur të ecish për qef, shifsh gjithat breakdate aty, është një knasi e veçantë. Ka 2 mungesa, se është mira me i thonë gjonat se qanë, unë e di se ti i dënë ashtu, dhe unë qasë kështu. Tani, thush, lejsh, Velipoj nuk është. është, pra, nuk e di se edhe qyshën lejsh ka problem në hyrjen për të marrë Shëngjin, është Shëngjin. Po, aty ka i problem se nga lejsha deri në Shëngjin, është i rrugë i herë, dhe dyta nga rjolli që më intereson, në Velipoj, si është menu. Dhe autostrada, dhe rruga, si thuhet Shkodër Velipoj. Ka met të Malorja aty, nuk është shku dhe në Velipoj. Për niska e fundit, me që nëse segmenti që vjen për Velipoj, pjesa e rrugës nga kthesa, nga Malorja lartë, në kthesën e Baksrollit, po thu, deri në Velipoj, atë e prezentuam tek dhe të projekti i Bankës Europiane të Zhvillimit para një jave, a është pjesë e një projekti, një pakete financimi për rreth 50 milion eurosh që ne po bëjmë për gjithë Shkodrën, edhe ku hyn edhe ky segment, që është bashkë me disa projekte tjera që e kemi prezentuar, që është projekti i rrjetit bicikletave që fillon nga Malësia Madhe dhe zbret deri në Velipoj, siç është ura e lidhjes në rjoll të rjollit me Velipojën, ka do të ketë një urë lidhse, ai do të përkombësor dhe bicikleta, përsërisht pjesë e projektit. Kështu që krijimi i infrastrukturës në ato zonë është pjesë e këtij projekti që kemi paraqitur dhe një paketë financimi që është 50 milion euro BEI dhe 50 milion euro është e qeverisë shqiptare që u paraqit herën e fundit këtu te hoteli. Kështu që këto disa nga këto probleme do zgjidhen me këtë paketë financimit dhe janë në proces të projektimit. Për sa i përket për ndërsa pjesa e kthesës me të drejtë e lidhjes për të hyrë nga Shëngjini për në Velipoj, ajo është pjesë e segmentit, do të rregullohet me pjesën e segmentit që është në proces tash të nderimit, që kalon është pjesa e Milot Baldre. Domethënë Milot Baldreni ka një segment që është kalimi me tunel dhe shkurtimi i rrugës në kthesën dhe pastaj tjetra del me një tageciale del direkt nga rruga kryesore dhe futesh më njëherë në Shëngjin dhe lidhesh me rrugën e Shëngjin Velipoj. Po është pjesë e segmentit që ka filluar tani. Kështu gjithë dhe nyja aty që krijon një problem sot është pjesë që zgjidhet me këtë ndërhyrje. Kështu që janë të gjitha të koordinuara, vetëm se janë të zvendosura pak në kohë. Se nuk janë paralelisht të gjitha, po janë të programuara. Kurse përsa i përket për Airbnb-t është drejt ajo që thoni, po ajo ka anën e mirë të keqe të vetët. Fakti që shtu shumë kërkesa në Shkodër për Airbnb-t është fakti i mirë, besoj që ne kemi shumë kërkesë dhe tregon një lloj presioni ekonomik për të shtuar edhe nevojat për hoteleri dhe për Airbnb. Me sa di unë ka një iniciativë qeverisë, nuk e di saktësisht në këtë moment, për të rregulluar gjithë organizimin, formalizimin e Airbnb-ve, e cila do jetë shumë shpejt dhe të adresoj problemin që dat ju. Ka që vjet, ka vazhduar që vjet, okay. Shiko, ne kemi lënë, me thënë drejtën,
të relaksume këtë, sepse akoma nuk jemi në fazën që të kemi një kapacitet të mjaftueshëm ose konkurrues për Airbnb, pra nuk është akoma faza kur Airbnb cënojnë hotelerin, se ne nuk e kemi kapacitetin e hotelerisë të atill që të mund përballoj gjithat kërkesë. E para, e dyta, e kemi lënë që njerëzit të mund fitojnë ca lek, do më thënë mos fillojmë historira me inspektore, me kontrole dhe deri në për shtëpia, se nuk funksionon. Dhe në ndërkohë tani këtë vit fillojmë fazën e re në radhë parë me hotelet, sepse ju e dini shumë mirë, e dini më mirë nga gjithë që juve nuk i deklaroni siç duhet të gjitha ato që fitoni. Pra, në deklarimin e shtretërve, të gjitha hotelet nuk thonë të vërtetën. Pra, një pjesë nuk e thonë. Edhe kjo nuk është diçka që ndodh në Shqipëri për herë të parë, kjo është diçka që e kanë kaluar të gjithë. Ajo që ne do bëjmë këtë vit, që të fillojmë, sepse ne kemi të vëshën më të ullët në Europë edhe në rajon. Ne kemi 6% të vëshën e hoteleve. është më e ulta. Lëre tash. E kemi më të ultën, po të them dhe herë tjetër, në rajon edhe në të gjithë Europën. Dhe e kemi bërë qëllimisht për t'i dhënë mundësi hoteleve të një sekundë, qaj 100% më bërë, do pa taksa fare, më bërë që shkjo histori. Dhe e kemi bërë për t'i dhënë mundësi hoteleve që të fitojnë në atë fazën e parë, por edhe për formalizu. Mirë po, për të fitu, keni fitu, për të formalizu, akoma jemi larkë. Kështu që këtë vit, duke fillu nga maj, është një program që si pas dëshirës, kush nuk do asnjë kontroll, asnjë inspektor, asnjë problem dhimbje koke me historira kontrollesh tatimore, duhet bjerë i dakord që të bëj një marrëveshje me tatimet, edhe të paguaj 65% nga maj në shtator, pra si kur e ka 65% zënë, që unë fajti keni 100% nga maj në shtator, të paktën qershor, korik, gusht i keni 100%, nuk diskutohet, s'po them thefin, se thefi ka 100% edhe të shi po flasim ne, po 65% nga maj në shtator, edhe 30% në periudhën për tjetër, që bën një lloj balance. Dhe kështu, faktikisht, edhe ju keni rezervë, po edhe shteti fillon edhe merë ato që i takon pak nga pak, hap pas hapi. Dhe paralelisht me këtë, vitin e ardhshëm, ne po punojmë për një solucion digital që pastaj do të filloj të përfshi edhe Airbnb-n, dhe për Airbnb-n, sepse është një problem që ti the Italia, po të gjithë. Spanja ka pati problem shumë të madh. Kroacia shumë të madh. Edhe do fillojmë dhe me Airbnb-n, po hap pas hapi, mos t'i shtrëngojmë njerëzit që tani, sepse problemi është që duhet pastaj me shku me i bë kontrole, dhe ato kontrolet janë të pakëndshme për 1000 arsye, nuk e dini shumë mirë që më mirë bën marrëveshjen, pagun çfarë ke për të pagu, se sa të rrisht të vinë, të kontrollojnë, hajde këtu, dil aty, jo letrat, jo këto, pastaj çka kanë gjë me hëngër, nuk shkon. Në përparim. Jeve që i përparimit mikrofon. E ke marrë, po, urdo. Është një koincidencë e bukur që jena fix para 2 viteve jena mlau të këtë vend, ka keni tavolin tjetër Romulla, kur kena kënë bashkë me kryeministin dhe në atë kohë kryetari Beneti Endjes Alasi kishte marrë punën, ku prezantunin tanë të projekte. Ose më tanë projektet, hyrin e Shkotës dhe rrugë tjera që janë të bajta, që edhe është më përgëzu, ku momentin që flasim,
Për asaj lista projekte kanë vazhdu tane, pra s'kanë kënë thjesht premtime, por tash janë edhe implementime dhe janë punë hellën në terren. Ku në këtë takim që janë tanë operatorët më të rëndësishëm turistik të Veriut edhe tregojnë edhe pasërojnë mas miri këtë zhvillim turistik që ka pas Shkodra me këta investime. Pra. Normalisht është më përgëzu ku çdo investim ka ecë paralel, je vetëm në pjesë, mund me thanë fjalën periferike, ku janë rruga Dugaxhinit, rruga Komanit, rruga Zogë, por çdo investim ka ecë paralel, sepse bashkia nuk ka se ka investu bashkë me qeverinë në ta zonë, por ka operuar në qendër qytetit, ku është edhe pjesa Zdrales, pjesa rrugëve tjera, por unë është më përgëzu që unë du me thanë shumë me theksu dhe evente që janë promovu dhe janë hell në terren. Kja për një arsye që mi dhanë Shkodrës një zhvillim sa më të madh turistik dhe një ofertë sa më të madhe turistike. Normalisht ai vizioni i madh që ka kanë për Shkodrën me këtu në qendër rajonit është kthy tashmë, kja ja vetëm për eventet apo për investimet, por normalisht edhe duke kanë porta hyrëse kryesore, mund me thënë, e Ballkanit, edhe Shkodra të pas shumë pika kufitare, shumë hyrje të kryesore që tash po në hapet në pjesën e Zogajve, ku me ka një port tjetër hyrëse dhe me ata organizata që ose operator turistik që jena kohë vazhdueshme në lidhje, oferta madhe e Shkodrës biçikletave ka marrë edhe më shumë prapë, kështu që është një përgëzim i madh dhe duhet në falënderoj sinqerisht edhe Benetin bashkë me kryeministin për kthimin qendër vëmendjes së Shkodrës me investime, por normalisht edhe me interesin më të madh, duket edhe sa shpesh ashtu ardhi kryeministi në Shqipëri, që sinqerisht është në Shkodër, falni, që është më përgëzu. Është interesant edhe pjesa e problemit Airbnb, përmend që ka problem Roma, Barcelona, tash është të pas probleme edhe Shkodra, kështu që tregon që sa interesa të pas. Jo, është vërtet kjo, ka tamamaj. Po ndërkohë, para se flasi Gjoni, unë du të them dhe gjë tjetër që se po diskutojmë pjesën e turizmit në qytet. Një pik tjetër tërheqëse për të rrit fluksin edhe për të pas kozgjatje të qëndrimit, se është sfida kryesore. Është edhe çfarë do bëjmë me atraksionet kulturore. Marubi, ju e dini shumë mirë, është një muze i vogël në dimension, por që ka luajtur rol. Dhe tani kemi 2 muzeume tjera dhe Gjon pastaj ti duhet bëthush pra dhe idenë tate të kostumeve, të etnografisë, duk që ke mirë sot, që nuk të ka bërë mirë i edukimi me sa shof. Së të ka bërë mirë i edukimi. Muzeun e kujtesës, do në ai muzeu që keni parasysh dyqani Vodafone që këshin bë për të persekutumit, komplet dyqan Vodafone, edhe që po transformohet në një muze vërtet evropian. Projekti e prezentuam këtu është shumë i bukur dhe tani do filloj në detajimin e projektit, do të kthejmë prej zbatimi dhe do fillojmë punën. Ndërkohë që tek projekti i hyrjes Shkodrës është edhe muzeu i lundrimit. Edhe ai është i financuar, edhe ai do ndërtohet në këtë proces. Por ajo që do ishte qeshia mitort është ideja e Gjonit, muzeu i etnografisë, ku të mbledhim jo vetëm i etnografisë, po jo vetëm i kostumeve, po edhe i objekteve, i gjithë këtyre sendeve të çmuara që të bëjmë një super muze, edhe tim ke kërku mu godinën, ne me Benetin e kemi gjetë se ku do bëjmë, po ndërkohë duhet disponimi jot dhe nuk duhet bësh mo nga ato devijimet që na bone se na hike ca kohë dhe na ke hutu. Mos bëjmë mo, as një tull pa leje mo, Gjon, të lutem. Në radhë parë, mirë se ke ardhë. Në radhë dytë, mirë se u bashkuam. Në radhë të tretë, në vërtet Shkodra, mendoj që
ju do ishit kandidat në Shkodër që këtu Perëndia nuk na pa me shumë shans. Rrallë e 4 ose 5 në verë kisha një diskutim me një kongresmen edhe me pyti për ju. I thash po më pyet si kryeministër, besoj po më thamu. I thash do të flas si person apo si popull? Jo, tha, ju si mendoni ju. I thash kryeministri jonë sa herë që ka fol në arenën internacionale, është përkthy çdo fjalë e tij në 1.000 euro dhe çdo heshtje e tij në 2.000 euro. Po pse më thëmon 2.000 euro çdo heshtje? Sepse të huajt ishin kurështar, çka ka dashur me thonë Edi Rama, hajde shkojmë në Shqipëri ta shohim. Dhe kjo është e vërtet, për këtë duhet trokitje, jam shumë mirënjohës. Por nuk do të harrojmë që gjithë këta kanë punuar nga 6 motor, që është një mirënjohje tjetër për krejt sektorin tonë, dhe nuk duhet harrojmë dhe duhet falenderojmë shumë vëllezërit tonë kosovar, sepse se kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë në turizmin në Shqipëri, qoftë në verë, qoftë në dimër. Problemin tjetër e kam me mikun tem të vjetër. Shkodra ka pas një fatkesi, ka jetë si puna në Astradinit mrapsh, 30 vjetë. Fati malë që ju gjetë një njeri menaxher të aftë për ta prunë Shkodër, edhe kjo është aftësia juaj. Dhe do të them vetëm një gjë që ja kam thënë shumë miqve në për Shkodër. Çdo shkodran që ka pas një apartament vjetër që s'ka kushtuar asgjë, ka kursyer 100 euro ilaçe, 100 euro drita, 100 euro dru. Dhe janë shtu vlera apartamentit 25%. Dhe tjetra që u diskutu çështja rrugës Shnin Velipoj. Ne kena met nga 2 orë, nga 3 orë në trafik. Pra si mjet na do ta paguajmë naftën me çmimin që është. Para vjet, par 8 vjet ne kena paguar naftën 5.000-6.000 lekë litrin, se kena vetë në trafik, Tash do vi të premtimet që unë deri tash ja kam marrë vetëm grus, por edhe që e kam diskutuar do ta marr. Unë jam gati në çdo kohë që gjithë koleksionin tem t'ja dhuroj Shkodrës ose Thethit. Në çdo kohë. Dhe jam gati që të punoj shumë me koleksionistat e tjerë që gjithë bashkë, se kjo është një eksperiencë që ka ndodhur në shumë vende tjera, që ne të ndërtojmë një muze shumë të madh në Shkodër. Por njëkohësisht unë jam që në pikat ndryshme të Shkodrës të ndërtojnë edhe 3 muze të tjera fotografi. Shkodra ka fotografi jashtëzakonisht të bukura të tjera. Pse se dhe fotografitë e komunizmit janë jashtëzakonisht bukura, që ka Tonin, se ka fotografi i Partisë Punës me ushtrinë, kojshia juaj është. Tonin Gega, po, bro. Por, kam edhe disa gjana tjera që nuk mund të ri pa i përmend, jo se jam edhe fazan, po që më shqetësojnë, me thënë drejtën e Zotit. Do kthehena te subvencionet. Qefi turizmi fillon nga stomaku. Malçori Dugagjinit, nëse nuk subvencionohet, pa tapi, ai nuk ka tapi. Dhe nëse nuk subvencionohet, si do prollojnë? Pra, si do prollojnë në lektori, si do prollojnë në bujqësi, si do arrin pjesa e postrip që ka kullat jashtëzakonshme të bukura, si do mundohen pjesa. O Gjon, sot, pse mirë se pas keni gjuhë herë tjetër, po sot, para se të vishim këtu, ishim ke gëzim hysa në Malësit Madhe dhe e kemi prezentu, është bërë ligji Gjon, tashti, nuk është më ide, as nisëm politike, është kalu ligji në parlament, quhet paketa e maleve, dhe është eksaktësisht për të adresu problemin e posedusve faktik të tokës, që nuk janë pronar me hipotek. është bo. Urime ta besojmë. Jo, qa do të besosh më? është bo, po të më. Si që të besosh, e hape e kemë fletorën zyrtare. Bukur, do kalojmë te një problem. Ka kalu në parlament, para se të mbyllej parlamenti, ka kalur ai ligj. Problem. Edhe ideja cila është? Ideja është që bashkit do përcaktojnë hartën e territoreve ku mund të bëhen zhvillime. Zhvillimet natyrës që the, pra agroturizm, agrobiznes dhe
ajo hartë do të që mos kthehet në një gjë abuzive që të bëhet edhe në fush, është fjala, bëhet edhe në velipoj. Ajo është paketa e maleve dhe është për Shqipërinë rurale, Shqipërinë më të thellë, po themi. Dhe mbasi ato hartë admiratore nga Këshilli i Ministrave, cili do që ka një pronë në ato territore, por s'ka hipotekën, do t'i drejtohet Këshillit Bashkiak, do t'i thot, unë jam trashëgimtari i X trungu familjar, nuk kam probleme me kufitarët dhe dëshiroj që të bëj një zhvillim. Këshilli Bashkiak do ta marri aplikimin, do ta vendos, do bëhet një afishim 30 ditë që s'ka pretendent tjerë, po që normalisht ti e di shumë mirë që aty dihen, pra aty ku dihen, nuk ka sherrë, është e imja, është e jotja, dhe mbas asaj do bëj projektin, do marri lejen e zhvillimit dhe do ta blej me €1. Në momentin që ka mbaru investimin, do t'i hipotekohet prona. Pra, kupton, nuk do t'i kërkohet letra e pronës për të bërë investimin, por t'i kërkohet investimi për t'i dhënë letrën e pronës. Edhe besoj, dhe në qoftë se në të ardhmen do të lindi atje një konflikt që do shfaqet njëri do thotë jam unë pronari, atë konflikt ai do ta ketë me shtetin, nuk do e ketë më me personin. Pra shteti do ta kompensojë ti në rast se, po aty përgjithsisht ky rrezik nuk ekziston, ti e di shumë mirë. Kështu i kemi bënë në gjën këto. Do kthehem prap te stomaku. Do kthehem te stomaku sepse Shishano, ju i subvenciononi bujqësinë, por në të vërtet ne kena nevojë për produkte edhe në shtator, edhe në tetor. Pra duhet kalendar, kjo është një problem shumë i madh i kalendarit produkteve, që kjo duhet rregullohet nga shteti se ne që jena në sektorin e turizmit nuk mund ta bëjmë një gjë të tillë. Pra duhet se s'ban një kalendar që rregullohet shumë mirë nga shteti që kush do dalin zonja tash me domatet, manej mas 15 ditëve do dalin zotnia e me rrallë, duhet se s'ban një rregullim të produkteve në treg. O Gjon, unë socialist jam, por nuk jam kaq socialisti i thekur sa të mendoj që shteti mund të futet dhe mund të zgjidhë gjithë problemet e këtij dynjalliku, aman të keqen se më mytet. Kryeministër, shife, na kena fat të madh që ti ke një kry ndryshe për e tjerëve. Mos nëse nuk e ban ti, dikush tjetër nuk e ban hiç. Veni gjëna në Shina që edhe dikush tjetër nëse vjen mas të jetë, ti gjajnë gati. Po si vunë ti nuk ta them për kompliment. Jo, po ti dhe kur të bë kompliment duke sikur të ve para. Bollo burr, na myte o burr. Unë jam Shaljan kryeministër, unë datoj 6000 vjet përpara. Dhe na edhe nëse s'na ke bësh na të fuzim bësh, e kena vetë nga karakterin tonë. Është problemi. Gjithsesi mirë se ke ardhur. Rrofsh, edhe faleminderit shumë që u angazhove prap për koleksionin dhe për muzeun. I jebi e qikë përparim se steri radhat më të mytën. Këta qytetarët e Shkodrës nuk ju shohin shumë drejt ju. Po hime për qytetar, jam ma qytetar. Jo, këta. Ja, unë jam raboshte i të Shkodrës. Ka në ja 500 vjetë Shkodrë. Atjerë, Zoti Kryeministër, e para të falenderoj për këtë tavolin që na ke organizu. Po të nisim me gjana, unë jam prej atyre personave që tham duhet me ndaj shtremt e me fol drejt. Kur kam nisë me Bankar dhe Landin në Barbolush, sepse ndoshta këto një vedin pak si jetim. Po të flitesh për Razmen, për Vilipojen, për zonat tjera, janë tana zonat turistike, po të thush dikuj që në Barbolush kam bërë një kompleks të atil, tanë të shojnë me habi, se Barbolushi njëhet për Kalamaq edhe për Horizore. Ka një luftë shumë e vështirë, edhe politike, edhe ekonomike, sepse tanë kohën jam luftu, sa që deri me ardhin për shtet Partia Socialiste, Partia Demokratike e ka pas në lume edhe punëtorët e bashkisë marrë të Gardelandi me pi kafe.
Pra s'ka guxu kush me hin territor. Po lufta kundër komunizmit i ka këto rregulla, diti. Ata kanë luftu komunizmin, s'kan pas gjë me ty. Ata kanë luftu komunizmin dhe të betohen. Kam bajt sot në Benetin tek shkolla Andre Mjeta, nuk më besohet akoma që në Shkodër, mund mes qytetit tjetë dhe ajo shkollë atje, se unë ishte të gjuhë shkollat Andre Mjeta se ata fitojnë kupa e fitojnë konkurse, nuk më besohet. Ajo shkollë nuk ekziston më në qytetet e tjera. Nuk ekziston. Ajo shkollë ishte si me qenë 92-shi, 93-shi. Një tmerr që po rekonstruktohet tani. A kupton tani? Por ama lufta kundër komunizmit i ka këto sakrifica. Normale. Ata nuk e kanë bo shkollën, po kanë luftu komunizmin. Ti shef, më në mos udhën politikë. Elon. Ti e shef edhe shif edhe që a liste kanë bo prap për deputet, luftë kundër komunizmin janë. Normale. Atëherë, normalisht sidomos të 2 vitet e fundit turizmi ashtu shumë, sa që unë e kam ndjej me shumë gëzim, sepse kam kënë një nërës objektet që e kam pas shumë vështirë punën. Pavarësisht se në fillimet jam marrë me ekipet sportive, kanë ardhe edhe kombëtarja Shqipërisë, se tanë kanë najtë unë, por këto 2 vitet fundit absolutisht që është merite qeverisë suj, që unë jam shumë i gëzum edhe i knaqën, sa që e një vedin pa krenar edhe ndaj fëmijëve të mi, sepse tani kam pas kundërshtar. Qa pa bën, pse pa bën, qa duhet, pse duhet, se mytë vedin bane këtheve. Sot, unë, normalisht unë me kryeministin kam komuniku për një 3 nevojat mia, cilën njënën ma ka zgjidh për 24 orë urgjentisht, 2 tjerat i ka adresu, por nuk i kena kryu, sepse mund ka zër me shqetësu ma. Por, sot për ja tham këto, sepse nuk janë gjanat zoshme, gjanat kallajta më ba. Për 2025 në Gardelandi, ka shku rreth 100 dhomaj, kam të gjithat pronotume, sa që merdi zër për ekipin e Vllaznis ditën e shtunën, morin telefon i thash, nuk kam vend. Mori te uta, s'kam i thash vend, sepse unë e kam për këtë vit komplet dhomat e zona. Por më vjen shumë zër, sepse tonë vinë, kam grupe gjermane, 3 autobuza natë vinë, kalojnë në për Bushat, në përqendet Bushatit, i të rruga është 6 km, por është pak e bezdishme. Dhe kena diskutu për me ba... Ja, shef, dole dhe 6 km tjera. Nuk jam të kërku. Jo, gjë, është 1.5 km kene na, unë e kam bizitu dhe me zotin Benet. Drejtë është drejtë. 1500 metra, din Flori, për me dalë në autostrat direkt edhe, jo vetëm mua, i shërben e komunitetit, se barbullushit tanëve, se ajo rrugë. Jo, drejtë. Dhe kërkesa tjetër ka kënë për energjinë elektrike. E kam shumë halt malë, kur fiken dritat, sidomos unë, jam vetëm unë dhe ujësjel si barbullushit në linjën e vjetër që fiken dritat me i fije erë. Pra, 20.000 mos ma kënë prunë. Se ka prunë qështë se ishte kryetar Zefila. Jo mërë se është s'ka ardhë që kur ka linë drita për atë punë. Këtë thuj. Se mos ja lejmë të shi. Bogur, ja. Ore nuk ka pas. Ma kanë bo qëllimisht. Po jo, s'ta kanë bo qëllimisht, më s'ka pasë. Do t'a bëjmë. A pasapi tani, ta thash pra ja shive, sa kemi investu edhe, po duhet prap, nuk ka qenë, nuk ka pas. Nuk ka pas. Zero. Normale. Kështu që përsaj përket turizmit jam shumë i kënaqur dhe jam shumë mirë njohës ndaj teje dhe ndaj qeverisë. Respekte. Falenderoj edhe falenderoj gjithë për pjesëmarrjen, e di që ka të tjerë për të diskutuar për investimet, por do ta thosh edhe 2 fjalë Flori, se Flori është nga. Përshëndetje kryeministër. Faleminderit shumë që na ftove sot. Unë këto 2 vitet e fundit kam vazhdu dhe kam ndryshuar mendim për investimet në Shkodër. Si e ke pas mendimin, e pas të keqë? Kur shifet që s'po ndryshohet gjë, normal që mendon njëri të investon një vend si Tirana ose dikun jashtë. Jam fushën e importeve dhe shitjes me pakic. Këto 2 vitet e fundit vendosa duke pa ndryshimet bashki edhe mbështetjen e kryetarit bashkisë,
dhe investimet që po bëhen në zonën e Veriut, vendosa që të futem te pjesa e turizmit. Për momentin jam të bëj një restaurim një hotelit ekzistues që kam blerë në kodrën e Taraboshit. Aty kam blerë disa 1000 metra për të ardhmen, duke pas edhe mbështetjen e juaj sa zonë e mbrojtje për i rezident Zvilash. Edhe në hymjet të Shkodrës, po aty kam marrë disa prona për ndërtimin e një qendrës tregtare. Shpresoj që gjejmë edhe mbështetjen edhe shikimin pak të pjesës nga që aty kodra të Taraboshit është zonë e mbrojtur edhe nuk lejon ndërtimet. Po të pjesa e për qendrën tregtare, si mund duhen ma shumë metra ndërtim se ka ndorë Bashkia e Shkodrës. Kryetari i bashkisë na ka mbështet, na ka thirrë sa herë për diskutimet, mendimet. E falenderoj edhe juve që na keni thirrë sot. Falenderit edhe Florit. Për ta mbyllë me një falenderim të gjithëve, dua të them një gjë. E gjithë strategjia për zhvillimin rajonal të Shkodrës dhe kthimin e Shkodrës në qendër rajonale po vazhdon me shpejtësi. Investimet e mëdha që u përmendën, duke filluar Hekuruda, rrugët, investime të tjera po bën Shkodrën qendër. Duhet jemi gati, të gjitha bizneset, gjithë investimet, të jenë në lartësinë e duhur që në momentin kur qyteti të ketë arritë dhe investimet të kenë zënë vend, ne duhet jemi gati në atë kohë që qyteti të përthith turistët që po shtohen, numrin e investitorëve që po vinë. Dhe për këtë mendoj se është koha që të punojmë gjithë paralelisht. Si qeveria për 2030-ën, me investime strategjike dhe biznesi privat, hoteleria të përgjigjen në kohë këtij zhvillimi. Në këtë mënyrë Shkodra do të presi zhvillimin e saj në nivelin e duhur të zhvillimit. Kështu që po e mbyll, falenderoj shumë zoti kryeministër dhe